është duke qëndru këtu, edhe është ndërtu pikërisht nga Adem Jashari, i cili nga ky vend e ka vëzhgu të gjithë lagjën e jasharëve. Gjatë kohës luftës, edhe po shërbejnë pak për mos me u pa kjo pjesa ku jemi na tani. Spari ja uroj gjithë shqiptarëve festën e 28 nëntorit, festofshim gjithmonë bashkë. Ne sot jemi ardhur në kompleksin Memorial Adem Jashari për me i pa nga afër këtë kompleks, e qysh po shihet tashmë fluksi i njerëzve është rrit, edhe goxha njerëz paska këtu që kanë ardhur me vizitu për nder të festës. Pothuajse kemi arrit te bunkeri i herojit legjendar Adem Jashari. Ky bunker tashmë për ma shumë se 2 dekada është duke qëndru këtu, edhe është ndërtu pikërisht nga Adem Jashari. Ky bunker është jo shumë larg nga kullat e jasharëve dhe është ndërtu pikërisht nga Adem Jashari, i cili nga ky vend e ka vëzhgu të gjithë lagjën e jasharëve. Tashmë në këtë bunker vinë qindra mijëra njerëz për me vizitu, edhe na sot jena ardhur pikërisht këtu për me pa nga afër cila është gjendja e saj. Tashmë në këtë drasën e cila ka shërby si shtëpis, ka edhe emra të ndryshëm, sigurisht të vizitorëve të cilët kanë ardhur këtu. Qëtu jam të pa një datë 25/10/2021, emra të ndryshëm të vizitorëve të cilët kanë vendosur me lanë shenja këtu. Kjo është pamja e cila po shihet nga kjo pjesë, do thotë këtu Adem Jashari ka vëzhgu në lagjën e tij të jasharëve. Këto listat janë goxha gjatë, po sigurisht kanë qenë edhe gjatë kohës luftës, edhe me gjas kanë shërbyer që mos me u pa kjo pjesë kënej. Për shkak që është vështirë me u vëzhgu që ka diçka këtu. Kompleksi Memorial Adem Jasharit, i cili gjendet këtu në Prekaz, tashmë përveç shtëpive të cilat janë shndruar në muzej, gjenden edhe varret e familjes Jashari. Familje kjo me krye me Adem Jasharin, të cilët luftuan për 3 ditë rresht me 5, 6 dhe 7 mars. Prej familjes Adem Jasharit 20 antar janë të vdekur, prej tyre 10 fëmijë. Për nder të 28 nëntorit, kompleksi Adem Jashari vizitohet nga qindra mijëra njerëz, e që jeni të e pa dhe ju, ka edhe shkolla të shumta të cilat organizojnë që nxënësit e tyre me ardhë me e pa nga afër këtë kompleks, edhe me rujt historinë tonë.